Po, miokardi është muskuli i zemrës, apo siç në gjuhën popullore mund ta quajmë edhe motori, i cili e shtyn zemrën të pompoj. Ai furnizohet zakonisht me oksigjen dhe në momentin kur kemi të bëjmë me ndërprerje të furnizimit të tij me oksigjen, atëherë pra funksioni i tij pumpues dobësohet ose pra e humb funksionin e tij, prandaj pra vazhdimisht ai kërkon oksigjen në mënyrë që të ushtrojë funksionin e tij. Zemra normalisht pra rra gjatë 100 herë në minutë, rreth 100.000 herë në ditë, si dhe rreth 34 deri në 40 milion herë në vjet. Çka po nënkuptojmë doktor me infarkt miokardit? Përpara se të shtjellojmë temën e infarktit miokardit, unë kisha pas dëshirë me tregu që në themelin e sëmundjeve iskemike, të cilat i quajmë ne në kardiologji, qëndron procesi i aterosklerozës. Ky është një proces i cili pra fillon qysh në moshë të hershme, prandaj edhe njohja e faktorëve të rrezikut për sëmundjet kardiake dhe edukimi shëndetësor në moshë të hershme ndikon shumë në zvoglimin e incidencës së infarktit të miokardit, si te moshat e reja, ashtu edhe tek moshat e vjetra. Tek rastet kur kemi të bëjmë me probleme të furnizimit të miokardit me oksigjen, varësisht prej përqindjes së bllokimit, atëherë vjen edhe paraqitja e simptomatologjisë. Fillimisht pjesa më e madhe e personave pas një aktiviteti fizik fillojnë të shfaqen simptomatologjia klinike dhe me qetësi ato pa tërhiqen. Nëse arteret koronare mbyllen mbi 70%, atëherë kemi të bëjmë edhe me dhembje ose simptomatologji klinike që shfaqet edhe në gjendje qetësisë, dhe kur kjo ndodh, atëherë është një alarm ose një shtysë që ai person të paraqitet tek mjeku për të filluar ekzaminimet e nevojshme dhe nëse është e nevojshme edhe fillimi i trajtimit të tij. Në momentin kur ajo pllakë aterosklerotike për arsye të ndryshme, qoftë një krizë emocionale negative apo pozitive, qoftë një krizë hipertenzive apo stresi kronik, mund të çojë në rupturë të asaj pllake dhe mbyllje të mbi 90% ose mbyllje të plotë të qarkullimit koronar, mes çast shfaqet infarkti miokardit. Ne e quajmë infarkt miokardit atë sëmundje ku kemi të bëjmë me dëmtim të një pjese të muskulit të zemrës, e cila mund të jetë lokalizuar apo mund të përfshijë pjesë më të madhe varësisht se cila prej arterieve preket. Doktor, çka ndodh me zemrën në momentin që ndodh infarkti? Në momentin që ndodh infarkti, muskuli i zemrës vuan për oksigjen dhe si pasojë në minutat e para kemi të bëjmë me një proces që quhet ose njihet si iskemi e muskulit të zemrës. Nëse bllokimi i asaj arterie vazhdon për 20 ose 30 minuta, atëherë dëmtimi i saj fillon të bëhet i pakthyeshëm dhe sa më shumë që kalon kohë nga momenti i mbylljes apo furnizimit të asaj pjese të zemrës, funksioni i saj zvoglohet më shumë. Sa është e rrezikshme kjo vonesa e mos trajtimit me kohë, doktor? Po, me qenë se infarkti miokardit hyn në kuadër të emergjencave mjekësore, atëherë koha prej momentit të shfaqjes së dhembjes, paraqitjes tek mjeku, diagnostikimit dhe trajtimit duhet bëhet sa më shpejt, në mënyrë që koha e dëmtimit të muskulit të zemrës të eliminohet dhe pacienti ose personi me njerë pas fillimit të trajtimit, rehabilitimit i tij të jetë sa më i shpejt. Unë në hyrjet e emisionit thash që ma herët është njoft si sëmundje e moshës së tretë ndoshta. Pse kohëve të fundit janë shtu kaq shumë rastet me persona më të rinë moshë? Po, kohëve të fundit kemi rritje të moshës, kemi rritje të numrit të infarktit miokardit të moshat e reja, por kjo nuk ndodh vetëm në vendin tonë. Kjo zakonisht ndodh tek vendet në zhvillim, tek vendet me një industrializim të vrullshëm dhe me ndryshim të stilit të jetesës. Tek këto vende, ndryshimi i stilit të jetesës në kuadër të konsumimit të duhanit, rritjes së konsumimit të drogave kryesisht intravenoze, përdorimi i ushqimit të përpunuar, pastaj përdorimi i ushqimit i cili përmban yndyrë të ngopura kryesisht me përbërje shtazore, mungesa e aktivitetit fizik, ajri i papastër, stresi kronik, pagjumësia, të gjithë këta faktorë ndikojnë që infarkti miokardit dhe shumë sëmundje tjera të rriten edhe tek moshat e reja.
Kush është personi i ri në fushën e kardiologjisë? Në fushën e kardiologjisë, edhe nëse i referohemi literaturës, një person i ri konsiderohet çdo mashkull nën 45 vjeç dhe një femër nën 55 vjeç. Nëse tek këto mosha kemi të bëjmë pra me infarkt të miokardit, atëherë ne i konsiderojmë si mosha të reja dhe mjeku ka për detyrë që të vazhdoj hulumtimin edhe pas trajtimit në mënyrë që gjendet shkaku që ka ardhur deri te infarkti i miokardit. Ju i përmendët disa shkaktarë që po ndikojnë që të paraqitet infarkti edhe te moshat e reja, po sa luan rol diagnostifikimi? Në ditët e sotme, diagnostifikimi apo bëhet më mirë dhe më në kohë? Po, diagnostikimi në ditët e sotit, pra për shkak të avancimit të diagnostikës dhe metodave diagnostikuese, diagnostikimi i infarktit miokardit dhe të sëmundjeve të tjera është më i saktë dhe më i shpejtë që nga momenti kur ai paraqitet tek mjeku deri tek fillimi i trajtimit. Nëse krahasojmë me dekadat e kaluara, tani diagnostikimi është më i saktë për shkak të avancimit të analizave të cilat realizohen dhe të cilat detektojnë dëmtimet e miokardit përmes rritjes së enzimave kardiake në gjak, si dhe aparaturës e cila pra shërben si për diagnostikim ashtu edhe për trajtimin e sëmundjes së infarktit. Mirëpo përkundër kësaj, ne kemi parë prapë tendencë të rritjes së numrit të infarktive tek moshat e reja, edhe pse diagnostikimi është më i shpejtë edhe më i saktë. Cilat doktor janë faktorët kryesorë të rrezikut? Faktorët e rrezikut tek infarkti akut i miokardit kryesisht i ndahen në dy shtylla. Në shtyllën e parë janë faktorët e pamodifikueshëm, ndërsa në shtyllën e dytë janë faktorët e modifikueshëm. Në faktorët të pamodifikueshëm pra hyn në bazën e saj qëndron historia familjare, anamneza pozitive familjare e një personi tek i cili babai, nëna, vllau ose motra kanë psu vdekje të parakoshme, vdekje të papritur, ose kanë vajtur nga një infarkt në moshë të re, atëherë edhe ata persona janë të predisponuar që të vuajnë nga njëjta sëmundje, prandaj pra është e nevojshme vazhdimi i trajtimit por edhe diagnostikës sa më të hershme të tyre. Pastaj në kuadër të faktorëve tjerë të pamodifikueshëm hyn mosha dhe gjinia. Tek femrat, infarkti i miokardit është më i ulët si përqindje deri në moshën 55 vjeçare, rol të rëndësishëm në këtë luan estrogeni, i cili është një hormon mbrojtës për femrat. Ai në të njëjtën kohë ul nivelet e LDL-it që njihen në popull si yndyra keqe dhe rrit nivelet e HDL-s, si dhe është shtys i rëndësishëm i prodhimit të oksidit nitrik, i cili është një vazodilatues dhe pra e pengon shfaqjen e hipertensionit në mosha më të hershme.